Përshëndetje nga kjo e shtunë së bashku në edicionin informativ në ekranin e Blu Televizion, duke uruar ardhjen e pranverës se do të ndalemi pikërisht e dita festive 14 marsit, e cila është festuar edhe në qytetin bregdetar me aktivitetet të shumta, të cilat kanë përfshirë çdo moshë. Kanë përfshirë kryesisht fëmijët e qytetit për të cilët është dedikuar kjo festë. Për qytetarët kjo ditë simbolizon ardhjen e beharit, stinës së ngrohtë. Po njësoj si klima, sipas qytetarëve, buzëqeshin edhe ata duke ngrohur shpirtrat. Dita e verës festohet edhe në Vlorë. 14 marsi është festuar dhe në qytetin bregdetar me aktivitetet të shumta të cilat kanë përfshirë çdo moshë. Kanë përfshirë kryesisht fëmijët e qytetit për të cilët është dedikuar kjo festë. Pikërisht nga zërat e voglushve vijnë edhe mesazhet më të mira të urimit për këtë festë. Duke recituar disa vargje nga virshat më të bukura që kanë mësuar voglushët urojnë ditën e verës. Për ta është dita më e bukur me gëzuar. Dita e verës është dita më e bukur në botë dhe ajo i bën të gjithë të lumtur. Dhe në pranverë gjithmonë ka lumturi dhe gjithmonë lumturohesh. Ditën e verës gjithçka është e bukur. Kënaqemi dhe shikojmë lule të bukura që vezullojnë në përnesh. Ato janë shumë të bukura edhe ne jemi shumë të lumtur që kemi pranverën edhe lulet janë të rritura dhe të bukura tani. Erdhi pranvera o fëmijë, gjithë gazë e bukuri, qielli i gjerë kaltëron, bari i njom gjelbëron, pemën mbushen me burbuqe, sa të bardha, sa të kuqe, dhe zojtë që nga larg fluturojnë varg e varg. Për pranverën mendoj se është festa më e bukur dhe që ne na sjell më shumë kënaqësi. Fluturon flutur e kaltër, ku hisa lart e poshtë e valëvit, mbi krahët delikat, fluri i arti shëndrit. Kështu shfaqet e ëndra vetëm për një çast, pastaj si fluturon, shtuket sapo sytë i hapë. Dita e verës më pëlqen shumë sepse ne shkojmë në kënon në plazh dhe kënaqemi. U zgjatë të gjithë, çka e çmam filli, u zgjanë që ka pikët dhe nisën të bënë injeksione në femët. U zgjanë mbletët dhe dolën për shtëpitë e tyre për idylli. U zgjanë milingonat dhe gritën atë na përpjeta dhe lajmet e para të argimit i dha në bar e në fletë. Po tash unë mendoj që është një festë që celin lule, celin manushaqe, celin çdo gjë dhe uroj që çdo njeri të jetë mirë në këtë festë. Gëzuar ditën e verës. Ndërkohë edhe qytetarët e Vlorës, të cilët kanë qenë prezent në aktivitetet e zhvilluara, ceremoninë e zhvilluar për ditën e verës, kanë uruar 14 marsin. Për qytetarët, kjo ditë simbolizon ardhjen e verës, stinës së ngrohtë. Por njësoj si klima, sipas qytetarëve, buzëqeshin edhe ata duke ngrohur shpirtrat. Duar ditën e verës gjithë popullit shqiptar. Dita më e lumtur. Dita e verës është dita më e lumtur e vitit. Përshëndetje, ju uroj të gjithë shqiptarëve gëzuar ditën e verës. Qoftë një ditë e bekuar, të sjellë paqe, harmoni, dashuri dhe gëzim. Ngrohtësi në shpirt në radhë të parë sepse pranvera është ajo që na frymëzon, na bën që të jemi më të lumtur, na bën që të japim mesazhe më të bukura dhe ta dashurojmë këtë stinë, ta dashurojmë gjithë vitin, pranverë qoftë gjithë viti, pranverë qoftë gjithë jeta. Po gëzuar ditën e verës, të jetë një verë e bukur, e gëzueshme. Kjo ditë simbolizon rikthimin e shpresës, largimin e dimrit. Edhe shpresojmë për ditë më të mira, më të mira. Atëherë ju uroj gjithë shqiptarëve gëzuar ditën e verës dhe paqen një verë sa më të mbarë dhe të lumtur. Gëzuar edhe juve të keni ditë më të lumtura. Dita e verës megjithëse mbetet një festë tradicionale me epicentrin e festimeve në Elbasan, është festuar padyshim këtë shtunë edhe në qytetin bregdetar të Vlorës. Në organizimet festive të mikpritjes së pranverës kanë qenë prezent me urimet dhe ngjyrat e alegrisë kryetarja e bashkisë Bruna Mersini, prefektja e qarkut Evi Sallushi, drejtues kulturor dhe sportiv me aktivitetet e tyre. Ekspozita me piktura, koncert festiv si dhe panaire me punimet e voglushve ishin disa prej aktiviteteve të cilat karakterizuan festimet për ditën e verës në Vlorë. Për kryetarin e bashkisë së Vlorës, pjesëmarrja e qytetarëve në këto aktivitete është tepër e kënaqshme, pasi sipas saj sheshi tek ish Akademia e Marinës është mbushur nga qytetarët. Kryebashkiakja Mersini thotë se në qendër të festimeve janë fëmijët dhe energjia e tyre, që është transmetuar tek të gjithë. Dita e verës pikërisht ka energjinë.
energjia që fillon me fëmijët dhe prandaj fokusi i aktiviteteve orën 10 para ditës dhe deri nga orën 18 ku do të jetë koncerti festiv, do janë fokus fëmijët. Dhe këtu ka ekspozita të ndryshme nga të gjithë shkollat dhe kopshet, pra ka stenda ku fëmijët e kopsheve kanë përgatitur ëmbëlsira, ku shpërndajnë dhurata për nëna dhe pastaj dhe për të gjithë pranishmit. Dhe siç e shikoni, gjallëria është, besoj që Edi duhet të kthehesh tani me kamera të shikosh një aktivitet sportiv që po zhvillohet tani. Edhe siç e shikoni, ai, domethënë dita e verës nuk është vetëm një ditë që ne kemi organizuar aktivitete, por kemi quajtur edhe një ditë ku fëmijët të kënaqen dhe të argëtohen. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, ka edhe një ftesë drejtuar qytetarëve të marrin pjesë në koncertin festiv që do të zhvillohet në orën 18 në sheshin Adem Jashari. Në orën 18 te sheshi Adem Jashari, sheshi sapo inauguruar, do të jetë një koncert festiv ku ky koncert është përgatitur me shumë detaje, me këngëtar dhe përfaqësues të teatrit, operës së baletit dhe shpresojmë që pjesëmarrja atje të jetë me gjithë qytetarët vlonjat, ku Bashkia e Vlorës do t'japi mesazhin për një sezon turistik të paq edhe të plot me turista dhe një zhvillim ekonomik për këtë sezon turistik. Mesazh urimi për ditën e verës, si dhe për një stin të gëzuar dhe plot të diell për të gjithë qytetarët, kanë dhënë edhe prefektja e qarkut Vlorës Evis Allushi, si dhe drejtuesja e qendrës kulturore Angela Kaplani. Gëzuar ditën e verës për të gjithë qytetarët vlonjat, verë në zemrat, shpirtin dhe jetën e tyre. Gëzuar të gjithëve. Në radhë parë uroj gjithë qytetarëve vlonjat dhe jo vetëm, gëzuar ditën e verës, sa më shumë mbarësi dhe lumturi dhe shëndet të familjet tuaja. Siç e shikoni, shkolla e Ish Marinës është e mbushur me fëmijë dhe njerëz të moshave të ndryshëm, atmosfera është shumë e zjarë dhe jemi shumë të lumtur për këtë. Kjo ishte edhe qëllimi i gjithë organizimit madhështor. Pjesë e aktiviteteve dhe ato sportive, Rimi Kambera, i cili trajnon moshat në artet marciale, tregon se nuk ka më mirë se këtë ditë ta festosh me sport, duke shërbyer shëndetit dhe mendjes. Sporti është mirë për shëndetin e njeriu dhe njeriu kur është i shëndetshëm, normalisht është dhe më pozitiv. Dhe si të gjithë e dim që kemi shumë nevojë për pozitivitet në këtë vendin tonë. Edhe prandaj njerëzit duhet të praktikojnë sa më shumë sport, jetën e shëndetshme, edhe ju uroj gëzuar ditën e verës të jenë sa më shumë pozitiv me njëri tjetrin, me sa më shumë vllazëri edhe të kenë shëndet në familjet e tyre. Prezent në aktivitetet e zhvilluara në kuadër të ditës së verës, ishin edhe nxënës të shkollave nëntëvjeçare, si dhe fëmijë të kopshteve, të rinj dhe grup mosha të ndryshme. Në ditën e verës në Vlorë edhe turistë të huaj kanë zgjedhur të bëjnë një shëtitje dhe të vizitojnë manastirin e Zvërnecit. Moti i ngrohtë dhe me diell ka ndikuar që kjo zonë të regjistrojë një numër të konsiderueshëm vizitorësh, ndërsa manastiri i Zvërnecit dhe gjithë kjo zonë u ofron qetësi dhe një pamje të mrekullueshme, e ndërthurur mes lagunës, pyllit dhe vetë manastirit. Në ditën e verës në Vlorë, shumë qytetar vendas, por edhe turistë të huaj kanë zgjedhur të bëjnë një shëtitje dhe të vizitojnë manastirin e Zvërnecit. Moti i ngrohtë dhe me diell ka ndikuar që kjo zonë të regjistrojë një numër të konsiderueshëm vizitorësh. Turistë nga Spanja dhe Hungaria shprehen se preferojnë të vizitojnë zona jashtë atyre urbane, ndërsa manastiri i Zvërnecit dhe gjithë kjo zonë u ofron qetësi dhe një pamje të mrekullueshme, e ndërthurur mes lagunës, pyllit dhe vetë manastirit. Nuk mungojnë as qytetarët vlonjat të cilët në këtë ditë pushimi kanë preferuar pikërisht këtë zonë për të kaluar disa orë relaksi në natyrë. Spain. You are for the first time here in Albania and here? Yeah, first time. And here in Zvërnec? Yeah, first time also. Jam nga Spanja dhe në fakt në Vlorë jam prej ditës së dieshme, do të qëndroj edhe një tjetër natë këtu. Kam vizituar Vlorën dhe sot edhe manastirin, më pëlqen. Është një vend i qetë, një vend mes një ishulli ku është laguna dhe manastiri. Edhe Vlora më pëlqen shumë, Bregdeti, por edhe restorantet. Është një vend mjaft i bukur. Restaurants, yeah. I'm from Spain also.
Edhe unë jam nga Spanja, jam së bashku me shokun tim këtu. Në fakt, për mua është hera e dytë që vi në Shqipëri. Kam vizituar jugun me vende si Ksamili apo Saranda, tani jam në Vlorë dhe do të qëndroj edhe një ditë, ndërsa më pas do të shkoj drejt Tiranës. Si student që jam, më pëlqen të eksploroj dhe vizitoj sa më shumë vende. Këtu ku jemi në manastir ka shumë qetësi dhe peizazhi është fantastik. Vizitova nga afër edhe manastirin dhe është një vend shumë i bukur. Do të rikthehem, shpresoj që po. To the studies and that also. I'm from Hungary. Hungary. And you are here in Albania for vacation, holidays? Yes, vacation. And how many days you stay here? We coming from Unë jam nga Hungaria dhe vi për herë të parë në Vlorë dhe në Shqipëri dhe së bashku me bashkëshortin edhe në Zvërnec. Pamja është nga më të bukurat, nuk më pëlqejnë shumë zonat urbane apo qytetet, pasi aty ka shumë njerëz, por edhe shumë rëmuj. Më pëlqejnë vendet të tilla ku ka më shumë qetësi dhe mund të ecësh në këmbë dhe të eksplorosh, siç është edhe manastiri i Zvërnecit. Are very nice. Me familjen. Jeni nga? Tu be Vlora jemi. Nga Vlora. Si të duket tu manastiri i Zvërnecit? Shumë mirë, po duket që kanë çik nevojë për investim. E kanë lënë pak pas dore. Mirë, është një vend që të relakson, një po. zgjidhje për... Është një qetësi absolute. Çfarë do të bëni sot si familje ditën e verës apo vetëm do të dini kështu? Thjesht do dalim një xhiro, jemi në punë, nuk bëjmë dot gjë më shumë. Manastiri i Zvërnecit dhe laguna përreth tërheqin vizitor vendas dhe të huajnë në çdo periudhë të vitit. Edhe këtë të shtunë më 14 mars. Në një ditë me diell dhe temperaturat të ngrohta nuk kanë mungur vizitorët që kanë zgjedhur të kalojnë kohë në këtë zonë turistike. Gëzuar ditën e verës, një nga festat që kanë mbijetuar për te i shekujve, lidhur ngushtë me natyrën dhe me shpirtin e popullit tonë. Sjellët kjo festë e bukur e traditës son gëzim, optimizëm dhe begati në çdo familje shqiptare, i bashkohet në urim dhe presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj. Presidenti Bajram Begaj ka uruar në rrjetet sociale ditën e verës si një festë që ka mbijetuar për te shekujve. Kreu i shtetit uron gëzim, optimizëm dhe begati në familjet shqiptare. Gëzuar ditën e verës, një nga festat që ka mbijetuar për te shekujve, lidhur ngushtë me natyrën dhe shpirtin e popullit tonë. Sjellët kjo festë e bukur e traditës son gëzim, optimizëm dhe begati në çdo familje shqiptare, shkruan presidenti. Do të vijojmë me të tjera zhvillime. Qindra nxënës në Fier janë angazhuar për festivalin kombëtar të shkencës me projekte dhe punime të ndryshme. Pas mbylljes së konkurimit mes shkollave, festivali kalon në një fazë të dytë në 17 mars, ku do të përzgjidhen projektet më të mira në nivel lokal. Më pas konkurimi do të vazhdojë në rang kombëtar, ku projektet më të mira shkencore nga shkollat e vendit do të përzgjidhen si më të mirët. Qindra nxënës në Fier u angazhua në festivalin kombëtar të shkencës me projekte dhe punime të ndryshme. Pas mbylljes së konkurimit mes shkollave, festivali kalon tashmë në fazën e dytë, në datën 17 mars, ku edhe do të përzgjidhen projektet më të mira në nivel lokal. Më pas konkurimi do të vijojë në rang kombëtar, ku projektet më të mira shkencore nga shkollat e vendit do të përzgjidhen si më të mirët. Mes projekteve të shumta në të gjitha lëndët, nxënësit e Janash Kilicës krijuan edhe 3 pajisje origjinale, një robot që seleksionon mbetjet, matësi i pulsit me alarm dhe pasqyra inteligjente, janë punët shkencore të mirëfillta, të cilat në të ardhmen mund të hyjnë në përdorim të përditshëm dhe të gjerë. Kjo është një shpike jona si një grup të tërë, menduam një mënyrë më të mirë për të matur shkencorin, gjithashtu është një punë akoma në vazhdim, po mundohemi që ta krijojmë sa më akoma më mirë që ta përdorin të gjithë përdoruesit, sidomos sportistët që i duan shumë për matjen e pulsit të tyre. Tani për momentin është në masat fillestare. Kjo makineri lejon matjen e pulsit tanë, gjithashtu tregon edhe nëse gjaku jot është për shpejtim dhe nëse je gati për marrje mendesh. Dhe po mendojmë që të jetë një mjet sa më i mirë për sportistët edhe për të gjithë në botë. Keni eksperimentuar këtë në grupin e bashkëpunëtorëve? Po, e kemi provuar me shumë nxënës dhe ka qenë shumë e afërt. Me nësa kësi. Dikush apo e kishit të brendshme? E kishim të brendshme, po mendonim ide sa më të mira në grup. Dhe tani për momentin po mendojmë si një pajisje që mund ta vendosësh në dorë se po, si përzim. Dhe të jep sinjal, për shembull, nëse ti ke raje të shpeshta të zemrës, nëse jeni gati për të humbur ndjenjat. Ethet e garës kanë përfshirë nxënës dhe mësues. Këta të fundit thonë se festivali i shkencës që zhvillohet për herë të parë
është një event i mirëpritur nga nxënësit dhe nxit më tepër angazhimin e tyre. Po bëhet për herë të parë e parë punës edhe normalisht përfshihen të gjitha lëndët STEM, përfshihet pra matematika, përfshihet fizika, përfshihet kimia, biologjia, tiku, gjeografia, përfshihet. Kështu që nxënësit po e shikojnë që edhe ne si mësues po japim rëndësi, po dhe ata duke u angazhuar, normalisht vënë jetë njohurit që ata marrin në jetën e përditshme. Është një garë e cila realizohet midis nxënësve të shkollës dhe normalisht do të jetë një garë e cila do zhvillohet në nivelin e ZVAP-s dhe në nivel drabi dhe pastaj në nivelin kombëtar. Përtej garës është edhe një mundësi për të realizuar projektet dhe idetë e nxënësve ekselent që e duan shkencën. Kam pasion shkencën, nuk është thjesht një detyrë kaq e thjeshtë. Kryesore, domethënë duke qenë se fokusi im kryesor është biologjia, me këtë jemi marrë përgjithsisht, të tjerët pastaj kanë përgatitur punime të tjera lidhur me fizikën apo me kimin. Çfarë të pëlqen te shkenca? Pra çfarë është ajo që është gjithmonë ka diçka të re, ka diçka më shumë, mund të është po. Festivali i shkencës në Fier ka angazhuar qindra nxënës në 10 projekte, ku më të preferuarit janë ata që lidhen me lëndën e teknologjisë e informacionit, duke shfrytzuar edhe avantazhet që ofron inteligjenca artificiale. Njësia administrative Levan i Fierit po përballet me një situatë tepër të vështirë ekonomike. Sasi të mëdha qumshi i kanë mbetur stok, pasi fabrikat e përpunimit kanë refuzuar ta grumbullojnë. Kjo është arsyeja pse blegtori Ardian Skënderaj është detyruar të mbyllë fermën, por dhe 10 blegtorë të tjerë në zonën e Levanit po përballen me të njëjtin problem, duke i dhënë një goditje të fortë sektorit të blegtorisë në këtë zonë të njohur tradicionalisht për prodhimin blegtoral. Prej 11 ditësh blegtori Ardian Skënderaj në njësitë administrative Levan të Fierit po përballet me një situatë tepër të vështirë ekonomike. Sasitë të mëdha qumshti i kanë mbetur stok, pasi fabrikat e përpunimit kanë refuzuar ta grumbullojnë duke pretenduar se në të është konstatuar pranimi e alfa-toksinës. Përballë kësaj situate të rënduar dhe mungesës së tregut për produktin e tij, Skënderaj është detyruar të reduktojë fermën ku brenda një periudhe 10 ditësh ka shitur vetëm 25 krerë lop. Duke shkrir aktivitetin, po bëj 25 vjetë, po në lanë qumshin në vend. Në morën në erdhën gjerin datën 2 mars, morën qumshin e mëgjezit, në ora 3 mbazite në marrin telefon a i menagjerit, tha, nesës marrin me qumër, sa. Po pëse? Dela aflatocina, problemi është aflatocinës. Marrim me ilacet e me gjitha, i kemi mëse normal ato, ja u edhim ato doza që u takon. I bëjmë analizë, a i më thot mua del 007. Vete bëj analizë privat, më del 005.3, 03. Në më thëmë 3 viza lëviz në norma, që është e lejushme. Tek neve është me 0,5, si thonë këta. Kurse Amerika ka 0,11. Kush e mbledh, kush e grumbullon qumshtin? Fabrikës Erzenit. Që në data 2 mars gjeri tash mbi 11 ditë sot. Çfarë i bëni qumshtin? Poshtë kanal, ku ta çoj? Janë 780 litra qumësh në ditë. Kjo situatë ju ka detyruar që ti shisni pak ditë? Po. Sa keni shitur brenda një harku të kohër të sa ditëve? 25 kokë për 10 ditë. Sa keni ju të gjitha? Ishin 53 kokë gjitha. Dhe në këto kushte do vazhdoni ti... Të jej të gjitha që duhe. Tjetër problematik, baza ushqimore, lagështira, që zgjati? Të gjitha janë, po ikin dëm, ja. Si lagja ty po prishet, ashtë se do volumin, do lopët që ta shuja. Bari për gjitha tokat, të mbjellat gjithat. Pregatiteshin për fushatën, prapë për të vazhduar të ashtë. Së nga bëjnë kratë më të vemi. Dhe i hoqëm me punëtor, si marinim do të. U do venim, që do japnim. Po spunuam, në këto 10 ditë, unë kam mëja që 5 milion lek nga duart. Se ajo nuk do të di se ushit qumshi se sushit, do të aj, do koncentratën, do silazhin, do të gjitha. Për sa vite është e ushtroni ju këta aktivitet? 25 vjetë. Mbi 20 vjetë kam me fabrikën e Erzenit, mëse normal, mëse korekt, djeri të shi na ollën në rrugë. Thanë s'duam më qumësh. Marin qumësh na jashtë, punë e tyre që bëjnë, nuk na intereson ajo punë. Pra të gjithë blegtorit e zonës janë penalizuar nga kjo? Komplet zona këtej. Merë në 2 veta vetëm. Merë 2 veta. Në gjithë zonën merë 2 veta. Jeni ankuar, keni vënë djeni ndonjë institucion? Ku do ankohesh? I thamë prefektit, bënim një takim me prefektin, na apriti po s'umlollëm.
me shpresa se më të rëmen ata edhe më kthehen në marrin. Kjo ishte punë. Qa në kese do bësh tjetër. Pra jeni drejt falimentimit? Falimentova jo drejt falimentimit, falimentova. 25 vjetë që po e bëj këtë punë, falimentova për 10 ditë. Por kjo situatë nuk prek vetëm një ferm. 10 blegtorë të tjerë në zonën e Levanit po përballen me të njëjtin problem, duke i dhënë një goditje të fortë sektorit të blegtorisë në këtë zonë të njohur tradicionalisht për prodhimin blegtoral. Vështirësitë nuk kufizohen vetëm te fermat e Gjethit. E njëjta situatë po shfaqet edhe te bagtitë e Imta, ku numri i tufave ka pasur një rënje drastike gjatë viteve të fundit. Pas viteve 90, Levani konsideroi një nga zonat më të rëndësishme blegtorale të Myzeqes. Në atë periudhë numëroheshin rreth 40 tufa me bagtitë të Imta, ku secila kishte nga 500 në 700 krerë. Sot, sipas blegtorëve të zonës, kanë mbetur vetëm rreth 5 tufa. Blegtori Nardi Murata e shpreh se një ndër arsyet kryesore të vështirësive është rritja e kostove të prodhimit të bazës ushqimore dhe çmimi i ulët i qumshit. Gjendja sot është shumë alarmante. Ne jemi në vështirësi shumë të mëdha, mbasi dimri që ka qenë tejet i lakshit. 4 muaj shi. Tani parcelat dhe na umbytën një herë nga shiu, balta, detyruam blejmë koncentrat, për shembull blejmë misra, blejmë jonxhera. Çmimi i jonxhës shumë ka arritur 10 deri në 12.000 lekë një ball. Çmimi i misrit i ka kaluar 40.000 lekë kuntali, tani që dalim ne në treg ajo nuk ka më prodhim. Nga 10 mes i vjet, prodhimi pothuajse është gjysmuar. Nuk jemi në vështirësi shumë të mëdha. Kërkojmë mbështetje nga shteti, jo se nuk na kanë dhënë, po janë të pamjaftueshme. Shumë 12.000 lekë jep ai për një dele është e pamjaftueshme. Ne shikojmë të tjerët, sa marrin ata subvencionime. Ai duam dhe ne. Ne duam të ketë rritje të subvencionimeve. Mbasi me këtë, çmimi i qumshit në zonën tonë është shumë i ulët. Po ta krahasosh me zonat e tjera, aty është nga 1.500 deri 1.600. Sot ne aktualisht merret me 1.200 lekë. Cili është problemi që merret me 1.200 lekë te neve? Në qoftë se ne i kop, shumë kur kam ardhur unë këtu para 26 vjetësh që kam në Levan, se edhe unë jam i ardhur, kishte rreth 40 tufa me bagtitë Imta. Sot mund të numërosh me gishtat e dorës. 5 deri në 6. Rënja është drastike, nuk vjen më nga Librazhdi, nga Skrapari, nga Gramshi. Nuk vjen më njëri. Po dalë të shikosh, për shembull, biles njëri para pak ditësh dëgjova nga Skrapari i kishte shitur delet. Dhe iku. Për shkak të dimrit, ta nuk mund të rezistoj dot më. Dhe iku. Dëmtime ka, për shembull, unë kam vetë dëmtime. 50 krerë për shembull mi vran, bënin gara me makina në rrugë, mi vran. Dhe sot e kësaj dite nuk ka marrë 1 lekë me shteti. U bë gjyqi me ata persona, unë nuk jam se ç'është bëri ai për shembull, se mund ta bëj dhe unë atë dëmin. Po problemi është kush do më dëm shpërblej mua. Se unë dua të shpërblej për të vazhduar punën. Me se të vazhdoj punën? Do vetë të blej të tjera. Ato janë miliona lekë të hedhura. Tani nga do vinë? Po s'më mbështeti. Unë jam i falimentuar. Në qoftë se do ketë rritje të subvencionimeve, do ketë edhe të rinj të hapin aktivitete pune. Në qoftë se nuk ka rritje, kjo është duke venitur. Dhe mund të themi që është drejt çdo kështë. Sipas blegtorëve, mungesa e subvencioneve të mjaftueshme dhe politikat e dobta mbështetëse po i detyrojnë gjithnjë më shumë fermerët të braktisijnë blegtorinë. Nëse kjo situatë vijon, ata paralajmërojnë se sektori në këtë zonë rrezikon të tkuret edhe më tej, duke humbur një nga traditat më të rëndësishme ekonomike të Myzeqes. Karnavalet kanë rikthyer atmosferën festive në qytetin e Gurë të Gjirokastrës, ku festimet kanë nisur që në orët e paradites me paradën e fëmijëve të kopshteve dhe shkollave të qytetit. Të veshur me kostume shumë ngjyrshe dhe maska të ndryshme, voglushët kanë parakaluar në rrugët karakteristike të qytetit, duke krijuar një atmosferë të gjallë, plot ngjyra për qytetarët dhe vizitorët, por duke edhe rikthyer aktivitetin e humbur prej dekadash. Karnavalet kanë rikthyer atmosferën festive në qytetin e Gurë të Gjirokastrës, ku festimet kanë nisur që në orët e paradites me paradën e fëmijëve të kopshteve dhe shkollave të qytetit. Të veshur me kostume shumë ngjyrshe dhe maska të ndryshme, voglushët kanë parakaluar në rrugët karakteristike të qytetit, duke krijuar një atmosferë të gjallë dhe plot ngjyra për qytetarët dhe vizitorët. Për na një lojë, na bën një karakter na një lojë. U kënaqë sot? Po, u kënaqë shumë.
Unë jam veshur si një cowboy. Po, unë kënaqa shumë. Po shumë më pëlqeu që u argëtua me shokët dhe shoqet tanë. Unë sot jam veshur si Arieli, princesha ime e preferuar e tetit. Sot këtu në bazar për një atmosferë shumë e bukur për ditën e karnavaleve dhe unë ndjeva shumë mirë. Ti pëlqen? Të pëlqen princesha? Po. Po kënaqesh? Po. Festimet do të vijojnë edhe gjatë mbrëmjes me aktivitete dhe koncerte festive, ku pritet që sheshi kryesor i qytetit të mbushet me muzikë, argëtim dhe pjesëmarrje të gjerë të qytetarëve. Festimet fillojnë këtë fundjavë, startoi me karnavalet 2026 në sheshin e Çerçizit. Sot, të gjitha shkollat dhe kopshtet e qytetit do të ndriçojnë këtë shesh akoma më shumë me paradën e tyre të kostumeve. Më vonë, gjatë pasdites, në orën 6, trupa e teatrit Zikni Sako, si dhe një surprizë e vogël nga Shkodra, do vinë dhe do bëjnë një paradë me kostume veneciane. Më pas, sheshi i Çerçizit do të gjallërojë me muzikë live me Sardi Strugoj dhe grupi Links. Ju presim në Gjirokastër. Karnavalet në Gjirokastër kanë rënjë të hershme historike. Sipas dëshmive dhe fotografive të vjetra, kjo festë është zhvilluar në qytet që në vitet 20-30 të shekujt të kaluar, kur banorët organizonin parada me maska dhe kostume tradicionale. Pas një ndërprerje të gjatë për dekada, kjo traditë është rikthyer vitet e fundit, duke u rikthyer sërish në një aktivitet të rëndësishëm kulturor që gjalluron jetën artistike dhe turistike të qytetit. Do të ndalemi me zhvillimet nga rendi. Reagimi shpejt i policisë zbardh ngjarjen me të shtëna me armë zjarri në ajër pas një konflikti mes të rinj. Identifikohen dhe ndalohen 4 personat, duke u shpahur në kërkim 2 të tjerë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë Saran për veprat penale, kanosja, prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit, prishja e qetësisë publike dhe moskallëzimi i krimit. Reagimi i shpejt i policisë ka zbardhur ngjarjen me të shtëna me armë zjarri në ajër pas një konflikti mes të rinj. Janë identifikuar dhe janë ndaluar 4 persona, ndërsa janë shpallur pa shumë kërkim 2 shtetas të tjerë. Ndërhyrja e menjëhershme dhe veprimet intensive hetimore të specialistëve të seksionit për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë së Sarandës kanë bërë të mundur zbardhjen e shpejtë të një ngjarjeje me të shtëna me armë zjarri të ndodhur në lagjen numër 1 të qytetit. Nga veprimet hetimore dyshohet se në datën 12 mars 2026, rreth orës 22:30 minuta, në lagjen Panorama, një shtetas me inicialet JL dhe një shtetas tjetër i mitur për motive të dobta dhe pas një konflikti të mëhershëm me disa të rinj, kanë qelluar me armë zjarri në ajër me qëllim kanosjen e tyre. Si rezultat i veprimeve të shpejta policore, në datën 13 mars 2026, rreth orëve të mbrëmjes u bë e mundur kapja dhe ndalimi i shtetasve me inicialet AZ, GA, AB dhe DZ të moshës 18 vjeç banues në Sarandë, të cilët dyshohet se kanë qenë në dieni të ngjarjes dhe nuk kanë bërë kallëzimin e krimit. Gjatë kthyrjes së vendit të ngjarjes, shërbimet e policisë sekuestruan në cilësinë e provës materiale 5 gëzhoja, disa aparate celular si dhe një automjet. Ndërkohë u shpall në kërkim një shtetas me inicialet JL 19 vjeç, si dhe një tjetër shtetas i mitur, ndërsa vion puna për kapjen e tyre dhe për zbardhjen e plot të rrethanave të kësaj ngjarjeje. Materialet procedurale tashmë janë referuar prokurorisë së Sarandës për veprime të mëtejshme për veprat penale, kanosja, prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municioneve, si dhe prishja e qetësisë publike dhe moskallëzimi i krimit. Arrestohet në flagrancë një 43 vjeçar pasi ushtroi dhunë fizike ndaj një punojësi të policisë bashkiake për shkak të detyrës. 28 vjeçari banues në Vlorë për shkak të vendosjes së një mase administrative ndaj automjetit të dhunuesit për parkim të gabuar, ka reaguar pikërisht dhunshëm ndaj punojësit institucional. Një 43 vjeçar në Vlorë ka rënë në prëngat e policisë pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike ndaj një efektivi të policisë bashkiake për shkak të detyrës. Përmes një njoftimi, policia bën me dije se konflikti ka nisur pas vendosjes së një gjobe për parkim të gabuar nga ana e policit 28 vjeçar ndaj automjetit të 43 vjeçarit. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Vlorë arrestuan në flagrancë për veprën penale goditja për shkak të detyrës shtetasin me inicialet ML 43 vjeç banues në Vlorë. Sot rreth orës 10:50
65 në rrugën Mitaç Stalati në lagjen 15 tetorit të Vlorës, për shkak të vendosjes së një mase administrative ndaj një automjeti për parkim të gabuar, shtetësi i lartë përmendur ka ushtruar dhunë fizike ndaj punojësit e policisë bashkiake Vlorë. Shtetasit 28 vjeç banues në Vlorë njofton policia e Vlorës. Ndërkohë materialet proceduriale ju referuan prokurorisë në Vlorë për veprën penale goditje për shkak të detyrës. Kuvendi i Shqipërisë rrëzoi kërkesën e prokurorisë së posaçme për heqjen e imunitetit parlamentar të Belinda Ballukut, por ky standard i kërkuar nga Bashkimi Evropian na sjell në vëmendje kohën as pak të largët ku Parlamenti Evropian refuzonte heqjen e imunitetit të 3 eurodeputetëve. Me 79 vota të mazhorancës socialiste dhe 3 vota të deputetëve të Partisë Social-Demokrate, më 12 mars Kuvendi i Shqipërisë rrëzoi kërkesën e prokurorisë së posaçme për heqjen e imunitetit parlamentar të Belinda Ballukut, e cila akuzohet për veprën penale shkelje barazisë në tender gjatë procesit të ndërtimit të tunelit të Llogaras në kohën kur ishte ministre e Energjisë dhe Infrastrukturës. Refuzimi i kërkesës së SPAK për autorizimin dhe arrestimin e Ballukut shkaktoi reagimin e delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, ambasadës gjermane, holandeze, suedeze, britanike, të cilat kërkonin mospengimin e organeve të drejtësisë në hetime ndaj Ballukut. Edhe Komisioni Evropian në reagim theksoi se mbajtën shënim votimin e Kuvendit dhe se angazhimi për sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit janë të një rëndësie thelbësore për procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Por ky standard i kërkuar nga Bashkimi Evropian na sjell në vëmendje kohën as pak të largët kur Parlamenti Evropian refuzonte heqjen e imunitetit të 3 eurodeputetëve. Vetëm 5 muaj më parë, më 7 tetor të vitit 2025, Parlamenti Evropian refuzoi kërkesën e qeverisë hungareze për heqjen e imunitetit të eurodeputetëve Peter Magyar, Ilaria Salis dhe Klara Dobrev. Autoritetet hungareze kishin kërkuar heqjen e imunitetit të tyre në kuadër të procedimeve ligjore kundër këtyre deputetëve. Megjithëse votimi u zhvillua me votime të fshehta, nuk dihet se cilët eurodeputet votuan për ruajtjen e imunitetit të Salias dhe cilët kundër, njësoj si Parlamenti shqiptar. Megjithatë, rezultati i votimit tregon se disa eurodeputet nga grupet e djatha politike thyen në rreshta dhe mbështetën ruajtjen e imunitetit të 3 eurodeputetëve të përmendur, pavarësisht pozicioneve zakonisht konservatore të këtyre grupeve. Salis u arrestua në Budapest në shkurt të vitit 2023 gjatë një proteste kundër një tubimi neonazist në Europë. E në atë kohë Salis ishte mësuese dhe aktiviste për të drejtat e njerëzit. Ajo kaloi më shumë se 15 muaj në paraburgim në Hungari, duke pretenduar se kishte përjetuar kushte të ashpra dhe shkelje të drejtave të njerëzit. Ligji hungarez u lejon eurodeputetëve të marrin mandatin me njëherë pas zgjedhjes, çka bëri që Salis të lirohej nga burgu për të shkuar në Bruksel. Megjithatë, zgjedhja e saj në institucionin evropian nuk joqi akuzat dhe as nuk e ndaloi gjyqin, çka do të thotë se Budapesti mund t'i kërkonte Parlamentit Evropian heqjen e imunitetit për të përfunduar procesin. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Bagdad është goditur nga një raket sipas zyrtarëve irakian. Është hera e dytë që Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Bagdad sulmohet që nga fillimi i luftës amerikano-izraelite kundër Iranit. Presidenti Donald Trump thotë se SBA-t kanë shkatruar plotësisht çdo objektiv ushtarak në ishuin Kark të Iranit dhe paralajmëron se mund të goditet dhe infrastruktura e naftës. Kam zgjedhur të mos shkatroj infrastrukturën e naftës në ishuin Kark, nëse Irani ose të tjerë do të ndërhyjnë në kalimin e lirë dhe të sigurt të anijeve përmes ngushticës së Hormuzit, do të rishqyrtoj menjëherë këtë vendim, tha Trump. Në përgjigje, Teherani paralajmëron se infrastruktura e naftës dhe energjisë që u përket kompanive që bashkëpunojnë me SBA-n, do të kthehet një grumbull hiri nëse sulmohet objektet energjetike të Iranit. Rreth 90% e eksporteve të naftës së Iranit kalojnë përmes këtij ishuji, duke bërë atë një linjë etike ekonomike. Ambasada e SBA-ve në Bagdad është goditur nga një raket sipas zyrtarëve irakian. Është hera e dytë që Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Bagdad sulmohet që nga fillimi i luftës amerikano-izraelite kundër Iranit. Disa grupe të armatosura të mbështetura nga Teherani të bashkuara nën ombrellën e lëvizjes të rezistenca islamike në Irak kanë marrë përgjegjësinë për sulme të përditshme me dronë dhe raketa kundër bazave amerikane në rajon. Para sulmit 2 milicë të grupit Katehab Hezbollah ishin vrarë. Njëri prej tyre thuhet se ishte një figurë kyçe e rrjetit të lidhur me Teheranin. SBA-ja pritet të dërgojë një njërsi marinsash dhe më shumë anije luftarake në lindjen e mesme. Shpërthime të forta janë dëgjuar dhe në Doha. Ministria e Brendshme e Katarit deklaron se ka parandaluar një tjetër sulm raketor iranian. Ju falenderoj dhe përshëndes. Mirupafshim.